Mirëmbrëma, është e marrë dhe ne jemi në Mendoje një herë, programi që ju bën konfuz, jo vetëm të martën dhe të njëjtën, po çdo ditë të javës e çdo ditë të muajit. Mirëmbrëma Keidi. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Prap. Si je? Mirë, top fare. Si ndihesh pas të ka kaluar episodi i parë dhe ke parë ç'është bërë në rrjet? Mirë, reagimet më mirë se prisja të më qunin të çmendur më tepër, se më qunin më tepër zakonisht. E më mirë, si ndihesh ti kur ta thon këtë? Ndihem sikur kam të drejtë, nëse të ndjekin gjithë normalët, i biqi edhe ti normal. Është më bukur të jesh i çmendur se sa i zakonshëm, kështu që bravo për këtë. Edhe sot kemi vendosur të guxojmë edhe duam të trajtojmë një nga ato temat për cilat prap jemi ne shqiptarët që flasim edhe e duam shumë. Ka shumë prej nesh që besojnë tek syri i keq, tek magjit, tek mallkimet dhe fundja mendojmë që janë gjëra të mbinatyrshme, po ndoshta janë thjesht pjell e trurit ton. Ai efekti placebo që ne po flisnim. E nisim me këtë? E nisim. Sot do flasim për mallkimet, por nuk do i trajtojmë si magji, se shumica e njerëzve ke vurë që ndahen është në dualitet si gjithçka, sepse shkakton sherr mes dy palëve, prandaj është shumë. Ne ke vurë për shumë në komente, në opinionet e njerëzve që thonë që besoni këto budalliqe, se viti 2026 besoni akoma në mallkime dhe në magji. Tani me thënë të drejtën budallëk është ti besosh ato. Ti japësh fuqi dikujt që të vendosë për jetën tënde dhe ndryshoj rrjedhën e jetës tënde vetëm për shkak të negativitetit që ka brenda ose smirës të ndryshe. Ti nuk beson mallkime ose në magji? Nuk e besoj që e ka fuqinë dikush të më bëj keq. Okej. Pa dëshirën time. Me dhënë një shembull, gjëja e parë, domethënë, se thjesht sa me eliminuar të ndarjen, se si gjithmonë gjithë që bëni sherr për këtë punë e kanë, domethënë, sherrri është kot, gjëja e parë, plus e kanë të dy anët dhe sak dhe gabim, si për çdo dualitet tjetër dhe sherrri bëhet kot. Vetëm se është diçka që shkakton një efekt. Ti duhet dikush të dëgjojë me gur që ti të reagosh. Në këtë rast është me fjalë. Po nëse ti nuk e di ç'a është guri, bie fjala, në një situatë hipotetike, ti do e quaje magjik këtë. Se edhe këtë telefonin me e çu dikujt në vitin 1500 magji do e qunte, edhe do të hidhte në turrën e druvi. Okej, pra ne kemi frikë nga e panjohura, po thua? Po. Ose e quajmë magji çdo shkencë që nuk e kuptojmë akoma. Këtë quajmë magjiun, shkencë që s'e kuptoj. Po mirë, në rastin kur dikush bën sherr, siç thua ti. Po ndoshta mos ketë lidhje fare me punën e mallkimit, se gjithmonë të paktën në shtëpi, siç e kanë familjet shqiptare, thon pse po zihemi kaq shpesh dikush na ka bërë magji. Po. Ç'a mund të jetë në këtë rast? Shembulli perfekt që mund t'ju jap është, nuk e di sa vetë e dini këtë, nëse nuk e dini jeni të pritur. Ke dëgjuar për mykun e zi? Domethënë myku i murreve. Ka shqiptar që s'ka dëgjuar për mykun? Myku në përgjithësi, domethënë është këpur, dhe po myku i zi specifikisht shkakton sherr. Nëse ke myk të ishte? Myku i zi. Çfarë është? Shkakton sherr. Po çfarë ishte? Myku në vetvete. Kërpudha. Okej, e them kërpudha, nuk ka rëndësi. Të pëlqej. Sa pëlqej. Nëse keni myk në shtëpi, te muret duhet kontrolloni muret, sepse nëse keni myk do bëni sherr. Kërkojeni ku doni sepse është shkencë. Po çfarë ka myku? Myku na acaron, po thua. Na acaron, shkakton, lëshon spore, një gjë e parë që thithen, edhe është si efekti i krujtjes hundës, që po mhan hundët mos e kruaj me mua se do zihemi. Nëse po të han hundët, po të nevrikos hunda. Është vetë efekti. Do me thënë futet në organizëm, ka mundësi që të futet edhe në gjak, edhe të bën ty të irritohesh, edhe të stresohesh, edhe të asarohesh, edhe këtë pastaj janë nxjerr grusës së burrit, okay. Plus aure që ka. Domethënë këto janë parazite, gjithë kërpudhat janë parazite. Të njëjtën gjë që bën te pema, që e hedh pemën në tokë dhe nuk i plas fare sepse do më e hëngër, do më e shfaros siç është. Atë bën te shtëpia. Është parazit, lëshon frekuencën e gabuar dhe shkakton sherr. Se do më të nxjerr nga shtëpia, se do për vetë. Po ne sapo e kundërshtuam këtë. Pra ne nuk besojmë te magjita dhe mallkimet, sepse në fakt mund të jetë diçka tjetër që shkakton këtë acarim dhe në këtë rast është myku. Pra sapo i dham një shpjegim shkencor. Kjo është eksaktësisht ajo që kisha në mendje, domethënë që nuk është magji. Është thjesht diçka që s'e kupton ti dhe thu kush na ka vu mallkimin, pse bëjmë sherr në shtëpi. Ke myk, nuk është si bëhet kur ke myk. Thjesht pastroje. Mirë, duhet krujt, domethënë duhen ca materiale kështu, po. Edhe shpëton pastaj? Duhet kontrollu një herë në ca muaj me lagështira. Mundësisht sa veta kanë mundësi me ndrosh shtëpi. Po që është diçka që duhet zgjedh, domethënë sa mos më hunda me gruan kod. Më mirë ndrosh shtëpi se sa ndahesh me gruan. Është më e rrezikshme kjo. Ndërkohë në fillim u përmendja pak të efektin placebo. Po. Që është truri që i bën këto lojra. Pra ti ndoshta ndihesh vulnerabël një moment dhe dikush thot një fjalë të keqe, të zvoglon, të minimizon, të bën të ndihesh inferior, e thotë që ti nuk ja del dot, ti nuk e bën dot të gjën, po pse ti me atë ç'të duhet ty ç'lidhje ke ti me këtë ç'lidhje ke me atë? Ndërkohë që ajo mund të jetë dëshira jote më e madhe.
Por, nëse ti ndihesh i dobët dhe këtë ta thot një familjar i joti, se mendoj që ndoshta aty të dhëm më shumë edhe ne mallkimet ndoshta janë më të forta ose i lejojmë më shumë fjalët e atyre që duam më shumë të na godasin. Çfarë mendon për këtë? Të godet në shpirt. Fjalët vetë janë magji më nuk e quajnë kod spelling. Me thëmë, spelling është me bë spell a word ose act of doing a spell, the act of performing a spell. Fjala bëras magji. Escucha las palabras de las brujas. Po. Beson të shtrigat? Mendon A beson të shtrigat apo jo? Besoj. Po varet, nuk është magji, është thjesht alkimi, po. Gjithmonë kam të pyetur a njeh ti. Kushdo që ka studiu kabala është shtrig, përfshi dhe mua. Kur janë shtrigat? Se atë matrixit rrinin aty si. Rrin në ishullin e Epstein. Shtrigat ku janë? Oh, po. Për efektin placebo është efekti i fjalëve. Domethënë të godasin, fjalët janë magji, sepse magji me 100 palthonjza, nuk është magji, është thjesht ashtu e kanë quajtur dikur, mund të ketë ndryshuar kuptimi i fjalës se sa për rast imagjino sa ka ndryshuar fjala risk. Bie fjala, do të jap një shembull. Në gegërisht, në veriore, se unë e di personalisht, thon për shkakun si ta ketë riskun. Tash si ta ketë fati është baraz risku. Tash quhet rreziku, menaxhim risku. Kjo ka ndodhur në 30 vitet e fundit. Domethënë thjesht si provë që mund të ketë pas kuptim komplet tjetër fjala mallkim dhe fjala magji. Dhe fuqia e fjalëve është shkakton influencë, domethënë të ndryshon mendjen tënde, të ndryshon mendimin. Të duam të më shpjegosh. Është ajo që thaj ti, nëse të thot dikush një fjalë të keqe, për shembull, si asigjos që për t'ia dalë ndonjëherë. Nëse ta thot zysha, këtë gjë bie fjala, dikush që e ke i nat, ta thot zysha s'ke për të bërë asgjë. Zysha në Shqipëri. Tash ka efekt të kundërt. Tash ti do më bëj suksesshëm vetëm ja disprovu kësaj. Fuck you, pas ke mendim të keq për mua. Ndërsa nëse ta thot mami atë, kupton të godet thellë në shpirt. Është varet nga personi, domethënë. Tani ti thua që është spelling, që do të thotë është lojrat e fjalëve që ne mund të bëjmë. Dhe diku kam lexuar që edhe këngët konsiderohen një lloj spelling, pra janë një lloj magjie që të bëjnë ty të ndihesh mirë ose të ndihesh keq. E ke vënë re që për shembull ti mund të jesh shumë i lumtur, po dëgjon një këngë të Ylli Limanit, mund të jesh i martuar me fëmijë dhe fillon qan për ku diun, për ishin. Si është e mundur kjo? Fakt nuk mund të merrje shembull më perfekt. Sorry Ylli, të dua shumë, ti di një gjysmën e këngëve për mend. Po na bën të qaj. Në një rast. Pse vuan ai djalë? Me dhënë një rast. Bie fjalët, është gjë tjetër me të pëlqyer melodia dhe është gjë tjetër me të pëlqyer fjalët. Ngaherë nuk bëjnë lidhje. Do doja personalisht mua m'pëlqejnë këngët nga muzika. Rrallë mund të pëlqejnë nga tekstet e mira që ka. Po për fjalët që ka teksti i këngës, sidomos nëse e mëson përmendsh edhe e këndon, sidomos e shpreh. Është si një lutje ajo. Edhe provoje 3 herë në ditë për 10 ditë rresht, edhe shifa si manifestohet në jetën vërtetë. Sa ashtu funksionojnë dhe lutjet. Ua, po Ylli Limani që ka magjistar. Magjistar janë të gjithë. E ke parasysh atë këngën? Nuk po ec, nuk po ec. Po, prapi huma krejt çapata. Kënoja 10 herë në ditë atë për 10 ditë rresht, e shifa sa po tet. Ylli po na bën magji të gjithë. Sorry Ylli, e kupton të duam. S'do që ne t'ja dalim, ndërkohë që ai bën këngë edhe fiton para. Me do një rast tjetër, thjesht do doje që mos ishin të trishtuar më plak. E kupton, do se melodia është shumë e bukur, mirë do ishte mos me qap. Po mirë, ke këngët. Shikoj tani, se ndoshta jemi fajtor edhe vetë, mos e dëgjoj këtë këngën e Yllit, dëgjoj këngët e Elvanës, si sheqer më ka bën ona si sheqer. Po edhe mund të jetë. Ke plot këngë për sheqerin, moj sheqer, të kisha hongër dhe një herë, ti bën dom dom. E si di ti këto këngët, mos më të bëj vetëm. Thjesht do jam dhënë një rast tjetër për shkak Flori Mumajesi. Nuk ka pse të jetë e trishtuar, mund të jetë melodi e ngadalt dhe që të bën për vetë melodia si ajo tun ty të du. Ata mund t'ja këndosh dikujt dhe shkakton dashuri midis çiftit. Ti vjen në Tiranë, ti vjen në Tiranë. Po do jesh në një shtëpi me myk. Me këtë këndim që bëre. Dhe ja dalim një ditë, shpresojmë. E di pse ta përmenda sheqerin, sepse thonë që pjesë e këtyre mallkimeve edhe magjive që mund të bëjnë është kripa. Po. Alkalinizuar, do të thonë gjëja. Pse djegin krip për të bërë magji? Elektrolit. Për të njëjtën arsye pse funksionon bateria galvanike me ujë me krip, sepse është Cila është arsyeja? Elektrolit. Domethënë Që do të thënë? Është pak e gjatë, domethënë po njësoj siç funksionon fuqia e mendjes për të manifestuar, për të tërheqë gjëra që kanë frekuencën e duhur ose sinjalin elektrik të duhur, që bën match mendja jote me atë që kërkon, kështu që e thërret. Ose thjesht kanë qenë shumë të varfër edhe kanë kapur kripën sepse ajo ka qenë gjëja më e lirë për të djegur. E ke parasysh nuk e them se e vrasin mendjen kaq shumë.
Unë them është alkimi, domethënë edhe nëse shef atë rastin tipik e një shtrike që bën atë atë kazanin, domethënë gjëra të tilla. Edhe nëse shef këtë prapë do e quaj alkimi, jo magji, domethënë është thjesht diçka që nuk e dim ne kur hedh atë sytë e Merimangës. E kupton? Sytë e Merimangës? Merimanga ka sy? Bishtin e ka 8. Mos gaboj. Ka bishtin e miut aty brenda, domethënë unë mund besoj çdo gjë. Se konsin nxjerrin sytë e Merimangës, se mi kalon këto gjëra shpejt e shpejt. Me piskatore. Nuk jam shtrik. Prapë ke shtëpia me myk edhe Merimanga. Kripën mos gaboj e përdorin dhe për mbrojtje. Kripën e përdorin për mbrojtje? Si? Nëse ti di nga këto magjit. Kjo që po thoja është elektrolit, funksionon si elektrolit. Po vajulleri edhe po. Po. E marinoj. Edhe i çik ufo, i çik speca, edhe i çik shjep, edhe i çik damota katraveta. I çik damota. O të vrav zote. Të themi një fjalë. Prit një sekondë, se unë e thash të, po ti nuk reagon ndaj kësaj. Se ti e di që unë du të mirën edhe nuk bëj keq. Po ka njerëz që ti je zysha. Në këtë rast po të ma thotë mami do ishte komplet mohabet tjetër. Pra nuk të lëndon ajo që them unë. Sepse jemi brenda temës gjithsesi. Dua të ndalemi një çik te gjua shqiptare. Gjua jonë e bukur edhe e pastër. Alfabeti jonë që ka 36 shkronja dhe bashkëtingëllore që unë mendoj që ndonjëherë janë ato që na e bëjnë dëmin. Si do thuash ti? Gjua jonë është shumë harsh. Është shumë e fortë, edhe ne jemi një nga popujt që kemi mallkimet më të forta. Pra ti nuk e gjen njësoj në angli këtë gjën. Të shplaft panukulla. E kupton? Gjej një mënyrë me përkthy anglisht këtë. E di çfarë është panukulla? E kam një ide, po mos e kam gabim. Thuaj ti nëse di. Panukulla është ajo ena me të cilën lajnë të vdekurin. Okay. E kupton? Të shplat pra vdeksh. Po shumë e manipuluar. E ke parasysh shumë e bukur e qëndisur. Tani në anglisht si mund të ishte kjo? Si e urojmë të keqen dikujt në anglisht? E ka këtë forcë anglishtja? Nuk e ka këtë forcë, edhe shumë e bukur që më përmend këtë, domethënë, është specifike sepse provoje të thush u bëfsh 100 vjeç në anglisht. Happy birthday. Jo. Happy birthday, domethënë urime ditëlindjen, me për këtë shqip. Më thuj u bëfsh. Kush ma ka ditëlindjen? Kush as këtë se kanë anglezët. Thuj dëshirore, domethënë, fakt ajo të shplaft të. I wish you a happy birthday. Jo, të uroj. I wish that you become 100. Jo, të uroj që të bëhesh. Të uroj që të bësh 100, jo u bëfsh. U bëfsh nuk ekziston. Po pra janë bashkëngëllore. Thell nga shpirti. Nuk është thjesht fjala, është anglishtja nuk ka dëshirore, domethënë, dikush që ka lind, thjesht mendojeni këtë, dikush që ka lind në Amerikë nuk e di që mund ta thush fjalën u bëfsh nga shpirti në formë urimi, në formë bekimi ose mallkimi, domethënë, u bëfsh mirë ose u bëfsh keq. Nuk nuk të duan të mirën, e kuptoj qartë. Nuk kanë aftësi, domethënë, nuk e din që i mungon diçka që mund ta shprehin këtë shprehje kështu. Okej, ne nga jugu për shembull kemi mallkime të tilla të tipit e gjeç nga mos e pandeç. Po. Pra ta gjesh nga ajo që nuk e pret, e kupton? Si mund të ishte anglisht kjo? You find it where you don't think about it, where you don't expect it. Do të më bëj një paragraf. Gjua jonë është më vërtet kështu se thotë, po primitive, po është dhe më mund të bësh një hartë më të madhe me sa mund të shprehesh me këtë gjuhë. Më thuaj një mallkim tjetër, se jam shumë kurioze. Çka ka nga Shqipëria mesme? Se njerëzit i kanë qejf këtë. Tu derdh gjaku. O zoti po. Si janë kaq kreativ, domethënë nuk e di, po që është prap kjo pjesa e dëshirores. Çfarë s'ma kisha thënë? Kam përshtypjen se është ka shumë efekt kjo, pjesa e dëshirores, edhe lutjet është njësoj me lutjet, domethënë nëse e thu mjaftueshëm atë i ngel personi tjetër në mendje dhe thjesht placibofikohet në jetën reale, ose manifestohet. Po këto janë edhe dëshirorja është e lutjet tonë, domethënë u shenjtëroft këta bekime pastaj. Ardh perandoria jote, domethënë gjëra të tilla. Ardh të është dëshirore, kështu që është edhe në lutje, kështu që funksionon. Shikoj si formulimi janë njësoj, bekim, mallkim. Mallkim, po. Po Kimi ç'lidhje ka? Ç'lidhje ka Kim Kardashian me këto dy? Kimi është në dokumenta do e shihni që mos gaboj, domethënë transformim, fjala Kim. Kimi, vjen fjala kimi. Është kima që përdoret për makarona. Aty të thot nga greqishtja e lashtë, kështu që i bie tjetër nga shqipja. Si e mendoj unë. Mall është mungesë. Mall kim, be kim. Be është gjë e mirë, është premtim me ba be. Domethënë është premtim për diçka të realizueshme në të ardhmen. Të bësh premtim, prandaj konsiderohet dhe urim. Okej, e qartë. Kështu që be kim, betim për në formë të mirë për
formim. Tani ne tham një gjë që u transformosh për mirë, gjet shnuse, mallkimet marrin fuqi vetëm kur ne i lejojnë. Pra, dikush të mallkon ose dikush ka folur keq për ty, ti nuk ndihesh mirë, kjo vjen më shumë nga pasiguria jote dhe lojrat që të bën truriot. Në një moment të dobët. Po, a ka vërtet njerëz që e kanë fuqinë të bëjnë keq duke të mallkuar? Ku funksionon më shumë mallkimi? Nuk ka pse të jetë magjistar personi, mund thjesht. Jo, po gjithmonë janë këta njerëzit e motshëm ose të mëdhenj ose të vjetër, pra është gjithmonë një plak, një plak pra femër mashkull. Thjesht kanë njohuri më të vjetra, ose i peshon më tepër fjala, ose personi që dëgjon e konsideron sikur i peshon më tepër fjala, se varet nga mos u bësh të bëhesh, na thon nga regjimi. Te kemi ne nga jugu po. Me ka e kishe mo. Mos u bëfsh. Ne kemi dhe një tjetër, po. Duhet me pip kjo. Unë do thoja godet dhe... Çfarë mendon për të marrë të purtha shalët? Për shumë. Se kam një gjuhë në herë. Tani, kjo është shumë shkencore dhe mjekësore. Ke parasysh kur ke diarre që zingat janë bash, sepse ke ngrënë diçka të keqe, ose je ftohur, e kupton? Dhe njerëzit urojnë këtë gjën. Pra të kalosh këtë problem mjekësor. Të marrë të purtha shalët. Wow. Të pëlqen? Ta mbajmë të? E mojmë. Do të më bëj libër me këtë. Kjo që e ka kështu kalosh siklet, pra se nuk e ka literalisht me diarreat, do të ketë me siklet. Pra ta përmenda, mos ndoshta edhe mjekët kanë një lloj fuqie për të na manipuluar, se kur mjeku thot je mirë, do bësh mirë. Po ti s'ke asgjë fare. Sikur qetësohesh, e shërohesh direkt në sekondë. Placebo. Kjo është vërtetuar, domethënë, është placebo është vërtetuar dhe nuk e kupton njëri si funksionon. Placebo është rasti perfekt është mjeku në fakt. Mjekët i kanë dhënë personave që kanë qenë të smur, i kanë dhënë na këtë ilaçin se do bëhesh më mirë, edhe një 2 tap kështu. Do bëhesh më mirë. Para buke apo pas buke? Nuk ka rëndësi. Okej, tap. Në spital. Dhe ja kanë dhënë dhe personi është bë mirë. Edhe po pritur i vjen doktori dhe i thotë ai ishte vitamin C. Ishte një nga ato futja kot, domethënë mund t'i ketë dhënë ujë, mund t'i ketë dhënë thjesht ujë. Po s'ka spitali ilaç. S'ka që thotë ja. Si duket. Taksa. Po mirë. Këto domethënë varet fuqia e mendjes e parë, mund të se besohet që në Egjiptin e lash që nga çifutët e lash që fuqia e mendjes mund thjesht të injoroj sidomos smundjet të brendshme që ke. Edhe mund thjesht mos ti kesh mos mundjet nga fakti që i injorove. Ai që fuqishëm është psikologjike, po. Sepse është psikologjike. Po e kundërta mund të ndodhi, ka njerëz që mendojnë që kanë çdo smundje të mundshme. Totalisht. Jam keq. Është si ajo paradoksi që a do kishe kancer, domethënë, po a do kishe nëse nuk shkon te doktori me marr vesh, ose çdo gjë tjetër, domethënë. Jo, me këtë mos luaj. Me kancerin ja. Dakor, po ajo më erdhi mendje e parë sepse di një rast personal shumë. Edhe do thoya që e ka këtë fuqi, domethënë, mjafton që të thotë doktori do bëhesh mirë, varet edhe sa i beson ti mjekësisë, dhe sa i beson. Pra është edhe fuqia jote shpirtërore, varet se për çfarë smundje bëhet fjalë, po unë kam më shumë te fuqia që ne i japim njerëzve të caktuar. Pra mjeku ne e kemi si perëndi. Po. Edhe pse në kulturën tonë nuk guxojmë të shkojmë edhe të bëjmë as analiza, as kontrolle, shkojmë pikën e fundit. E ke parasysh dhe kërkojmë pastaj të na ndihmojë mjeku. E dyta, unë mendoj që këtë fuqi ja kemi dhënë edhe politikanëve, edhe qeveritarëve. Sidomos. Edhe ata bëjnë lëra fjalësh edhe magji, sepse aty është manipulimi. Magji. Ti di më shumë nga kjo. Është vërtet, domethënë varet nga profesioni, varet nga personi, gjëja e parë, sepse ti mund të jesh dhe i person që të thotë doktori mirë do bëhesh, po. Çfarë thotë doktori? Në këtë moment nuk funksionon. Duhet të ta influencoj mendjen. Nëse ti e beson fjalë për fjalë si e thotë doktori, thotë ke pas 3 muajsh e gjys do bëhesh mirë, që s'ka shanse ta di, domethënë kjo është thjesht e pamundur, doktori më i mirë në botë. Nëse ti e beson këtë gjë deri në 100%, po është diplomuar online për raste. Është diplomuar me ChatGPT. Nëse e beson bëhesh mirë, pas 3 muajsh e gjys, sepse ashtu funksionon truri, po të shëron truri jo doktori, domethënë thjesht me një fjalë. Po që sidomos te politikanët. Po kjo nuk është një këshill që të rini në shtëpi edhe të shëroni vetë me syt nga qielli. Duhet shkoni te mjeku dhe duhet shkoni në spital. Apo jo, okay, dim. Po. Kjo që them unë është për smundjet mendore, mund të t'jap garanci, domethënë, për smundjet mendore funksionon, mund thjesht të injorohen. Pastaj gjëra si gripi është literalisht bakter brenda. Se kur ke probleme të tilla, ti mendon që je super fuqishëm, je më i miri, je absolut. Je delulun në këtë rast. Pra, jeton me deluzione dhe dëmton të tjerë. Si kam thënë herën e kaluar, ka vetëm një fije peri që ndon të çmendur nga gjeniali, mund ta quajmë.
Okej, tutem kush e vendos, kush është i çmendur. Të fjen e perit. Kush e vendos, kush është i çmendur? Bota. Ose ata lart. Po sikur ti jemi të gjithë të çmendur dhe nuk e dim asnjëri. Edhe thjesht mendojmë se jemi normal. Ç'më kujtove tani? Se më qenë se përmenda një çik qeveritarët, një detaj që është bërë viral ose thjesht më ka kapur syrin mua dhe mendoj që e din të gjithë, është një fill i kuq që e mban kryeministri Rama, pra duket si një verore dhe nuk e ka vetëm ai. E kanë njerëzit e pasur, elita, drejtues, shëncika, njerëz të medias. A ka një lloj simbolike? Përfaqëson diçka kjo? Ngjyra e kuqe nuk më pëlqen. Ngjyra e kuqe shumë e gjatë. Mund t'i japim shumë shpjegime, domethënë po që ajo që kuqja simbolizon gjakun, prandaj s'pëlqen. Kam gjetur, po nuk ja kam besën sa herë që dëgjom fjalën politikan dhe fjalën gjak bashk më jep si urdh kështu. Me ato dosjet. E kam nga dosjet Epstein. Po që do një tap. Një shpjegim që gjeta është me sa duket hindut dhe çifutët dhe kazarët besojnë të njëjtën gjë, që ajo gjëja mban larg syrin e keq dhe mban larg qëllimet e këqija të njerëzve rrotull. Po. Rama beson te syri i keq? Çfarë thua? Po nuk është besim, është thjesht shkencë që nuk e kuptoj mund të ti. Po futet te mandati 5. Çfarë syri i keq? Hajde 6, 7, 8, 9, këtu do jemi. Derisa ti shplaj panukulla, si më thon, si ishte. Mos u bësh të bësh. Mos u bësh të bësh. Ajo qofse nuk e dini ç'është kabala është feja që përdorin njerëzit më lart, në niveli 33, dosja Epstein. Se ju mund thoni kështu vetëm feja ime është e duhur. Ju mund thoni kështu vetëm feja ime është e duhur, po që ata që kontrollojnë, ata që marrin taksat e juaja dhe i përdorin ato lek me rrëmby fëmijët e juaj, përdorin kabala. Është një libër tjetër që quhet Zohar, edhe këto besojnë që nëse vendos atë gjën e kuqe i mban i thush shu, domethënë njerëzve të këqij. Kush po rrëmben fëmijët e kujt more? I kanë në shtëpi fëmijët ose në shkollë, mos i bëj merak njerëzit. Kejt, tani, pse duhet të mbajnë këtë fillin e kuq, kur mund të mbajnë syrin, për të larguar syrin e keq? Varet a i dim sakt ne tani, se bie fjala edhe horoskopi është gjë e saktë, po që supozohet të jetë me 13 muaj, jo me 12, edhe kushdo që e lexon sot, domethënë me metodat moderne, bie fjala non-tigje në televizor. Sidomos këto që të lexojnë filxhanin. Tigje e lexon filxhanin. Po. Nuk e di, e futa kot, ka një non-tigje. Çmimi, po. Quhet dikush non-tigje? Shef filxhanin, shef letrat. Beson të filxhanin? Bën edhe nuska kështu. Ka shku 15.000 lekë leximi i filxhanit. Jo, kush ka ju beson të filxhanit? Domethënë kjo nuk mund t'i japim as shpjegim shkencor. Ç'a ndodhi në momentin që ne shpikëm filxhanin? Vazhdo ti sa të bëj kafe turke. Okej. Çofim fatin. Ç'a ndodhi kur ne shpikëm filxhanin? Se kafja e mirë, e kuptoj, po me sa duket në momentin që ne shpikëm filxhanin, Zoti nga lart ka menduar, ai duket vendi perfekt ku unë të shkruaj fatin. Pra ne shpikëm. Po para filxhanit ku vetet e sholla e kputucës? Kafen, pastaj filxhanin. Nuk shpikëm filxhanin dhe pastaj kafen. Po besoj. Po si e pinin më përpara kafen apo? Me gjethe. Me poça. Dhe lexonin gjethen. Po. Çfarë do më thosh tash për leximin e filxhanit? Thjesht nuk mund të gjej asnjë shpjegim shkencor, kam përshtypjen se është një nga këto totalisht budalliqe, domethënë. Është nuk mund t'i japësh shpjegim ndryshe, domethënë. Po pse ka njerëz që dalin ato gjërat që lexojnë aty? Një telefonat, haber, një parashikimi i fatit, po nga këto ti njeh një person që ka një e në emër. Është gjithmonë një e aty në filxhan. Ti mos është ai e. Ke pas marrëdhënie dashurore me një brunë? Jo, bjonde. Nuk kupton çfarë do të thonë. Kështu më duken këto, domethënë nuk e beson. Fare. Mendon që është pjesë e kulturës tonë apo e kemi marrë nga turqit, ndoshta? Duhet ta kemi marrë se nuk besoj të kemi qenë shtrash. Aha. Ka ca gjëra të gabuara që i kemi marrë, po që nuk besoj fare te kjo, domethënë. Ka ca gjëra që siç thash, shpjegimi i pse po bën sherr në shtëpi, mund ta quajmë mallkim. Domethënë të japi rast kot. Mund ta quajmë, si mendon ti, mund ta quajmë të mallkuar me një shtëpi që vetëm sherr bëhen? Të japim shpjegim. Ose këta njerëzit kanë probleme ose thjesht nuk janë bërë për njëri tjetrin, ose thjesht janë të varfër, nuk kanë probleme ekonomike. Po mendoj edhe një kush e gjykon, domethënë se mund të ketë ndryshuar kuptimi i fjalës mallkim, siç thash. Të vjen një plak 80 vjeç, bie fjala, që shkon në një shtëpi vizitor dhe i shef që vetëm sherr bojnë. Ato ditë dhe përshkruhet si ashtë mallkueme.
Urdhëro? Bie fjalë, është e mallkueme ajo shtëpia. Kështu do e gjykote, bie fjalë, një vizitor. Ajo plaka, po. E ndjen ajo më herë. Hajde ta gjejmë pse bëjnë sherr këto. Mund të themi për shkakun që dy persona, mami dhe babi, nëse janë sherrxhi, me shumë shanse fëmia e tyre do bëhet sherrxhi. Nuk është e thënë, jo gjithmonë, se ndoshta fëmia mund të mësoj. Po. Në gjysmën e rasteve, unë do thoja shumë më tepër se gjysmën, janë 90% se të influencon shumë. Nëse është babi sherrxhi, bëhesh dhe ti. Ose bësh anti-babi. Ka familje që ti e ke parë se si sillen prindrit me njëri tjetrin edhe përpiqesh që mos ta përjetosh të njëjtën situatë. Nëse ata janë zënë me njëri tjetrin, ti kërkon të shpëtosh nga ajo gjë dhe partnerin që zgjedh pastaj e zgjedh një njerëz që të përshtatet në kuptimin e ndjesisë së mirë që mund të t'japi. Po. Kështu që nuk e besoj që funksionon. Kam përshtypjen se më mirë do ishte, domethënë po kam përshtypjen se shumë njerëz. Pastaj nëse ti je i paaft edhe nuk punon, edhe lun loto, edhe shkon lun bixhoz, e kupton, patjetër që do bësh sherrë me çdo njerëz që ke për krah. Po kjo përcakton pastaj nivelin tënd edhe ku vendosesh ti në shoqëri, edhe njerëzit që do të afrohen, pastaj nuk mund të pretendosh. Në atë moment ti s'pretendon për asnjë gjë. Ky është fati jot që e ke zgjedhur vet. Okej. Mirë do ishte, domethënë që të gjithë njerëzit që e shohin që ka diçka që nuk shkon, ta thynin ciklin ose zinxhirin aty, edhe jo unë, domethënë jo unë e tutje. Po që kam përshtypjen se unë do thoja një 90% e njerëzve bien prej asaj. Se është instinkti kafshëror që të thotë bësh sherr dhe është vështirë me injoru instinktin. Do të jesh i zgjut, le të themi, intelektual. Pjesa e njerëzve që bien prej, të themi gjysma, mos themi 90%, pjesa e njerëzve që bien prej, futen ose gjejnë nusën e tyre, bëjnë një fëmijë dhe pastaj bëhet dhe fëmia e tyre sherrxhi. Dhe pastaj fëmia gjen nusë dhe bën një fëmijë dhe fëmia bëhet sherrxhi. Prandaj thonë që kanë ngjarë nga fisi i burrit. Po. I ngjan babi. Ku ka nis sherrri i parë? Se i bi që ky nëse unë jam sherrxhi, ka qenë babi, ka qenë gjyshi, ka qenë stërgjyshi, ku ka nis sherrri i parë? E kemi në ADN, është genetike? Punë është se mund të ketë nis në mënyrën më idiote në botë, me u dhënë i shembull kot, vjen se kam marrë më përpara, vjen një plaka llafazane e lagjes, edhe të thotë i thot stërgjyshit tat bie fjala, i thot për stërgjyshen tate në momentin që janë martu, i thot nusën tate e kam pa pika të mullari me qazimin. Tash i papritur ato bëjnë sherr me njëri tjetrin, nuk ndahen, thjesht nuk ndalojnë së bëri sherr. Lind gjyshi, rritet me sherr, bëhet sherrxhi. Bën sherr me gjyshin. Lind babi, po jo, kanë. Kupton çfarë do të them, bëhet zinxhir. Sherrri i parë mund të ketë nisë në mënyrën më idiote në botë, tash 4 nipi i personit 100 vite më vonë është me nerva sot dhe nuk e di për çfarë është me nerva. Mund të themi që ajo plaka me 100 palthonjza i ka vu mallkimin në shtëpi. Sa pas skandar o bun. Qofse situata është kështu, mund ta quajmë që e ka mallku ajo plaka shtëpinë? Jo. Me këtë llogari mund të futeni në shtëpinë e dikujt sot dhe të shkaktoni një sherr dhe 4 nipi i personit do jetë me nerva pas 100 vitesh dhe s'do kuptoj pse është me nerva. Shkaktari je ti s'do jesh gjallë atëherë. A quhet që i ke mallku? Me 100 palthonjza, pra. Për këshillat të tjera mjekësore na ndiqni, çdo të marr detajin tonë. Dhe me qënë se po flisnim për këshilla mjekësore, nuk harrojmë të falenderojmë edhe sponsorat e programit, ndër më të rëndësishmit edhe Klinika Europiane e Syrit. Faleminderit Klinika Europiane e Syrit që mbështet mendoje një herë me në krye doktor Kastriot Boriçin, një emër i njohur i okulistikës shqiptare. Klinika ofron vizita, konsultime dhe ndërhyrje të specializuara për çdo problem të shikimit. Klinikën Europiane të Syrit e gjeni te Komuna e Parisit, te Lagja Kedit. Apo ja. Jo, nuk është lagja ime. Po thuaj më është lagja ime. Mos i nxjerr. Çka ke lagjet? Mos i nxjerr këtë gjë në publik. Mos keni sponsor tjetër. Mirë do ishte, ta thoj edhe unë me që e the edhe ti. Unë do përshëndesja Simak Albania, faleminderit që na mbështesni. Me Simak Albania ke akses në makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne. Teknologji italiane nga lider europian, instalim, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite, investon në performancë. Simak Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Fantastike. M'duket se këta të heqin edhe myku në shtëpi. Kështu që duhet parë kjo. Sa mos më bësh sherr me nusën, siç u thash. Na vinë ndim sponsorët për çdo temë. Rikthehemi pas pak me të ftuarin ton. Dhe jemi rikthyer në Mendoj një herë. Para se të mund të prezantojmë të ftuarin ton për sot, themi një fjalë për sponsorët tanë. Eurocall Service, kompania lider e gjeneratorëve në Shqipëri, të pranishëm në shkolla, fabrika, spitale dhe shtëpi. Ata garantojnë energji kudo dhe kurdo. Për 35 vitesh në treg, Eurocall Service sjell siguri, besueshmëri dhe energji që nuk ndalet. Eurocall Service. Falenderojmë po ashtu Electromagic, i cili ka të gjithë brandet premium. Shkoni, shikoni dhe provoni në funksion që të ndjeni cilësinë dhe të kuptoni pse Miele, KitchenAid, Teka, Hagen janë çfarë janë. Është totalisht një eksperiencë tjetër. Electromagic përjeto eksperiencën. Dhe pas tyre falënderimeve,
Nuk harrojmë, falenderojmë të ftuarin ton. Kënaqësi që të kemi, Miron Çako, teolog, mirë se erdhët. Kemi zgjedhur një temë e cila është pikante, po vazhdon të jetë aktualitet shqiptar. Neve na pëlqejnë, i praktikojmë, i dëgjojmë mallkimet. Nuk po flasim për magjit, se këtu futemi në të thella, po pse besojmë ne kaq shumë tek mallkimet? Është kjo një psikologji kolektive apo ato ekzistojnë vërtet? Asnjëri nga ne këtu nuk është 100% i pastër ose i pafajshëm. Në shoqëri njerëzore, madje edhe në marrëdhënie në çift që janë marrëdhënie shumë ngushta ose prindër fëmijë, patjetër që ka pjesën e vet çdo kush. Kështu që mënyra se si shoqëria njerëzore të përparojë dhe të vazhdojë jetën është që duhet të fali dhe të tolerojë. Nëse ne do fillojmë për çdo padrejtësi të lëshojmë mallkime ose të dënojmë tjetrin, pastaj kush do mbetet gjallë? Tani, a vjen kjo edhe për shkakun e ignorancës, paditurisë në këtë rast? Pra ne si shoqëri praktikojmë, se ndoshta nuk e pranojmë zhvillimin ende dhe nuk falim dot. Dhe mendojmë që fuqinë e kemi vetëm ne si individ. Po, e drejtë është. Padituria është një nga shkaqjet e mëkateve, sidomos padituria e vullnetshme. Padituria e pavullnetshme, për arsye se ti si arsimuar dot, ose në një ambient që ti s'ke komunikim, pra s'ke informacion, s'ke dije, normalisht dhe drejtësia hyjnore të toleron. Kurse ti je i pavullnetshëm i paditur në mënyrë të vullnetshme, atëherë patjetër ke përgjegjësi. Dhe njeriu duhet të ketë dije mbi gjërat hyjnore, si funksionon gjërat hyjnore dhe bota shpirtërore, por dhe marrëdhënia shoqërore. Sepse këto nuk janë më thjesht ide filozofi. Nëse do ishin ide filozofi, do kishin mbaruar me kohë. Po janë realitete që kanë qëndruar gjithë sfidave dhe kohës, edhe vazhdojnë dhe sot. Pra ekziston një botë tjetër, një botë paralele, bota shpirtërore, dhe ekziston dhe Zoti, i cili është gjykatës me drejtësi. Prandaj, nëse ne kemi padije të vullnetshme, dënohemi dhe nuk justifikohemi. Prandaj, edhe prindrit që mallkojnë fëmijët e tyre, kjo i zë, sepse unë fëmijë kam thot, e thash pa dëshirë të keqe. Por ti e the, po fjala ku shkoi? Diku shkoi kjo fjalë. Tregohet një rast te një person i shenjtë që ishte diku, vajti një baba i cili ishte shumë i trishtuar, i dëshpëruar dhe tha më vdiq djali mu tek dera e shtëpisë. Por jam unë fajtor, tha babai. Po pse, i tha? Po ai erdhi vonë në shtëpi, patëm një përplasje dhe i thash mos arsh gjallë në shtëpi. Dhe vërtet tha nuk arriti dot në portë të shtëpisë. Po, sepse shtypi makina mu te dera e shtëpisë. Mos e kam bërë unë këtë të keqe, tha ky babai, sepse kishte problemin e akuzës të ndërgjegjës. Po i tha çfarë? Kush e ka bërë? Pra, këto zën duhet pas shumë kujdes. Dhe në momentin që ty të del mallkimi, sepse njeriu edhe i shpëton. Është ai vulkani, një frustrimi i brendshëm që del në sipërfaqe përmes një fjale të keqe. Që do ta nxjerrësh. Menjëherë duhet të thesh, Zot më fal. Aty shuhet mallkimi. E tërheq mallkimin. Po, në moment që ti pendohesh dhe tërheq mallkimin dhe thua Zot më fal. Pendohem për këtë që thash, mallkimi tërhiqet. Dhe shpëton edhe ai që mallkohet, por shpëton edhe ai që lëshon mallkimin. Si ndikojnë te fëmijët fjalët e prindërve? Patjetër që bëhen edhe uratat, bëhen edhe mallkimet. Kështu që tregohet prapë të tregoj një rast, sepse është mirë që ti ilustrojmë këto me gjëra njerëzore. Kemi dhe shembuj, po. Me gjëra njerëzore që janë gjëra që kanë ndodhur dhe ndodhin. Për shembull, tregohet nga jeta një shenjtori, Shën Arseni Kapadoqis ishte ai, dhe aty vinte një nën dhe i sillte fëmin sepse i zhdukej fëmia. I zhdukej fëmia. Po i zhdukej fëmia. Pse i zhdukej fëmia? Sepse fëmia ishte qante, bënte, babai ishte njëri që nuk e duronte dot, dhe i thoshte të marr të djallit. Edhe kjo një mallkim që kemi ne. Marr djallit. Marr dreqi. Marr dreqi. E njësoj është. Djalli dreqi po ai është sinonim janë. Atëherë zhdukej fëmia, vinin demonët dhe merrnin fëmin. Vinte kjo nëna dhe i thoshte urat më bë diçka, tha se miku fëmia, luteja uratas, vinte fëmia, bëj i dukshëm. Kjo përsëritej shumë herë dhe derisa pastaj uratat e priftit nuk e lejuan më mallkimin e babait. Ai mallkonte në mënyrë periodike. Konstante, po. Atëherë, po çfarë ndodhi? Ky fëmijë u bë nga fëmijët më të prapë dhe më të djallëzuarit, sepse demonët që e merrnin këtë fëmijë kishin ndikuar edhe në psiqikën e këtij fëmije, dhe ai thotë i fuse njerëz në sherr, i bënte njerëz të vriten me njëri tjetrin dhe sa që shkonin tek ai dilte i pafajshëm. Pra u bë i djallëzuar. Kështu që duhet pasur shumë kujdes. Po nuk
më fal, se të ndërprerë. Jo, s'ka asgjë. Pa nuk mendon se bën dhe vetë truri jon këtë gjë, se varet a e pranojmë. Unë po i thoja të njëjtën gjë, po thuaj se në Hades, po unë e mendoj pak më ndryshe, më të brendshme dhe më pak të jashtme. Zoti e vendos, jam agnostik me bindje. Unë besoj që na impakton fjala e prindit sepse na intereson me bë të krenar, le të themi prindin, dhe të godet në shpirt. Nëse do ta thotë dikush i panjohur, ose dikush që e ke inat, sidomos nuk do të godiste, tash të godet në mënyrë të tash të motivon. Dhe unë desha me të pyet çfarë mendon për këto, për shembull hebrejt, bie fjala që më shkon mendja, ose hindut që bëjnë një lloj sakrifikimi, bie fjala hebrejt bëjnë një sakrifikim të një pule, një herë në vit mos gaboj, dhe e quajnë që i kanë vendos mëkatet e mia te pula dhe tash e vrasin dhe e djegin dhe e hanë dhe kanë hequr mallkimet e tyre. Po. Në mendjen e tyre, në aftësinë e mendjes dhe në manifestimet e jetës tyre nuk ekziston më mëkati, sepse ashtu e besojnë ne e me turin e bëjmë para tyre. se të varrosim dikë. Pra shumë krahina të Shqipërisë e kanë këtë, që sakrifikojnë një pul. Po. Dhe Kjo vjen nga hedhin dhjata e varret vjetër, në qoftë ne shikojmë dhjatën e vjetër, domethënë beslidhjen që kishte bërë Zoti me Mojsiun në ligjin Mozaik, Zoti kërkon shpagim për mëkatin. Mëkati lahet me gjak. Para se të vinte Krishti, ishin disa kafsh që therreshin për të shlyer mëkatet e njerëzve. Dhe në ditën e shlyerjes që kishin ata një herë në vit, merrnin një kec dhe mbi atë vinin gjithë mallkimet ose gjithë mëkatet. Dhe shkonin dhe e thenin këtë dhe diqin jashtë kampit, jashtë vendit ku ishte. Për të në një farë mënyre, kjo ishte një tregues që mallkimi ose mëkati kërkon shpagim. Dhe shpagimi bëhet me gjak, por kjo ishte thjesht vetëm në mënyrë figurative, nuk e shlynte mëkatin. Mëkati u shlye tek hebrejt dhe gjithë kombet, gjithë njerëzimi me ardhin e Krishtit. Ne besojmë se Krishti është biri dhe fjala e Perëndis dhe biri i njeriu. Si njeri, ai mori mëkatet e njerëzve dhe u kryqëzua në kryq. Dhe kryqëzimi i Krishtit në kryq, që u kryqëzuar dhe jashtë kampit, jashtë ambientit ku jetonin ata judejnë në Jeruzalem, pra në Golgotha, në kotën e Golgothas, tregon që ai shlyvi mëkatet e njerëzimit. Tani, nëse ne do vazhdojmë të bëjmë përsëri ritualet mbas Krishtit, këto nuk kanë më vlerë, sepse Perëndia ka dhënë një mënyrë për të shlyer mëkati dhe mallkimi. Është i mallkuar sepse bën për asgjë, bën, si them, e shkel me këmbë gjakun e Krishtit. Prandaj ne të krishterë nuk bëjmë më kurbane. Dhe kjo është ajo që ne e shikojmë, si thatë juve. Nuk e praktikoni më. Tek të vdekurit e gjitha. Pse? Ka feja muslimane. Pse e bëjnë këtë? Sepse duan që njeriu, nga që ka barrën e mëkatit, atëherë këtë mëkat duhet dikush ta paguajë. Por ku t'ja japim? Gurit, drurit, që në botën tjetër të shkojë i larg. Pra është një lloj mënyre alternative që njerëzit qetësojnë të gjegjen. Por nuk funksionon kështu, sepse mëkati nuk e bëri as pula, as dia, as delja, as lopa. Po e ke bërë ti, e ke bërë si njeri, do ta shpagush ti si njeri. Prandaj ne nuk pranojmë më rritin e kurbaneve. Meqense po flisnim. Po në këtë rast nuk ka bërë as Krishti mëkate. Krishti nuk ka bërë. Unë besoj diçka shumë të ngjashme, por në mënyrë të brendshme, po jo të jashtme. Bie fjala demonët, do e shpjegoja ose sidomos Luciferi, drita e ferrit, ose ylli i mëngjesit. Është sipas mendimit tim të paktën, përderisa shkruhet kudo në libra fetar që është ai që të shtyn drejt mëkatit dhe drejt tundimit, sidomos, është për mendimin tim një personalitet tjetër që unë e quaj Kedi që më kërkon të pi cigare. Një version tjetër imi që ngajherë më thotë shko pi cigare. Ai është tundim, mund të zgjedh mos ta ndjek. Në shumicën e rasteve më merr me të mira, hajta pim një cigare bashk. Më kupton, është si një demon aty brenda, demon, në thonjza. Dikur i përdornim ekzorcizmin, edhe sot e kësaj dite domethënë, quhet që personi është pushtuar nga demoni e duhet performohet ekzorcizmi, që është bëhet me të kënduar, me të lexuar Biblën, bie fjala be gone, i thu damnohu, se nuk e di si thuhet shqip. Keni praktikuar ju të tillë? Po, kisha bëhen ekzorcizma në Shqipëri? Ka mënyrë, po. Çfarë rasti ka qenë për shembull? Po, kisha, jo, ta mbaroj pyetjen apo do Jo, po është interesante kjo. Unë thjesht do e krahasoja me hipnozën. Unë do i vija emrin, mënyra si e njohim sot, vetëm se i ndron emrin, zakonisht kriminalet i ndrojnë emrin me gjurmët, që mos ta di populli i gjerë. Sot demonët, sipas mendimit tim, i quajmë personalitete dyfishta, që i kemi të gjithë, sipas mendimit tim, jemi të gjithë një personalitet tjetër kur shkojmë në punë, në krahasim me si jemi vetëm në shtëpi në orën 3 natës. Dhe demoni që të pushton është thjesht ky Kedi tjetër që merr trupin dhe shkon me piduhan. Dhe ekzorcizmi mund të quhet hipnoza. Personaliteti i dyfisht hiqet me hipnozë, që është një mënyrë me të manipuluar trurin.
është thjesht ka ndryshuar fjalët. Si shikojmë nuk është neve. magji, nuk është thjesht alkimi. Ky është këndvështrimi i një gnosticisti, do me thënë një personi i cili nuk i vë emra, po i lë gjërat si them të shpërndara ose të pa përcaktuara. Pra, ne si teologji, flasim nga ana teologjike, jo thjesht personale, teologjia e ndan botën e padukshme me botën e dukshme. Bota e padukshme është bota angjëllore që janë shpirtra mendor të padukshëm, sepse nuk kanë trupa fizik, kanë trupa eterik, ajror, dhe këto ndahen në dy kategori, në botën besnike, që janë angjëjt besnik, dhe në botën rebele, që ishte me kryetar Eusforin, Luciferin, Satanajn, Shejtanin, djallin vëja si dur. Dhe këta janë forca të errta, të cilët ndikojnë në psiqikën tonë. Dhe ne nuk jemi të dyzuar si qenie njerëzore, ne nuk jemi dy njerëz, po ne kemi një ndikim që i themi ne një tundim ose shigjetim mendimesh që na vjen nga botë e padukshme, që ajo shfrytëzon mëkatet tona, pasionet tona dhe na nxit. Botë e padukshme, po është reale dhe konkrete. Po është reale sepse shikojmë veprimet. Shfrenimi këtu. Pra, ne nuk e shikojmë qenien, po shikojmë veprimin. Pasojat, bravo. Dhe këto pasojë na tregon se nuk jam unë, se unë nuk e dua ta bëj atë. Për shembull, unë e di që diçka, droga për shembull, ose alkooli, ose cigaria, ose një pasion tjetër është i dëmshëm për mua. Atëherë unë kam një presion kaq të madh psikologjik që më thot bëje. Dhe atëherë unë nuk jam më vetja, dhe s'mund të jem dysh, se njeriu është një. Atëherë është një forcë tjetër e padukshme që hyn në psiqikën tonë dhe në fizikun tonë dhe marrëdhëniet to shoqërore dhe bën skenarin dhe njeriu është brenda lirisë. Tu tani kemi lirin. Do t'i bindesh apo nuk do t'i bindesh? Kjo është fuqia jote. Kjo është fuqia. Liria është një nga atributet që na ka dhënë Zoti ne, sepse Zoti është i lirë dhe ne na ka dhënë mundësi të jemi të lirë. Prandaj ne nuk përcaktojmë si diçka abstrakte, por si diçka, si një qenie reale që është forca padukshme. Hipnoza. Çfarë është hipnoza? Për ne është lidhje magjike. Hipnoza bëhet me formula magjike. Që janë të gatshme. Po, patjetër. Që fatkeqësisht ka hyrë dhe në mjekësinë alternative sot. Shkon te dentisti, me që ti nuk nuk duron dot injeksionin, atëherë ose ka frikë, fobia që është nga dentisti, atëherë bën hipnozë. Çfarë bën? Mjeku ka mësuar formula magjike dhe të vënë hipnozë ty, sepse çfarë ndodh në hipnozë? Si e besojmë në hipnozën? Mjeku në vetveten nuk ka asnjë aftësi, është njerëz si ty dhe si mua, që ty në sistemin tënd nervor dhe ti bëj neuronet në gjumë, nuk e bën dot. Si e bën? Por forcat okulte të fsheta demoniake kanë fuqi, janë frymra që futen në trurin ton, në ramin ton, si mund ta themi ne, truri është një lloj kompjuteri dhe stopon. Dhe ti je në gjendje gjumi. Dhe në moment pastaj ku bëhet përsëri formula, largohen dhe ata dalin ata dhe ti bëhesh aktiv. Është magji. Pra nuk është hipnoza diçka kështu. Çfarë është? Për magji nuk është një energji që vjen nga universi. Jo, dhe abstrakte. Vjen nga forcat okulte. Pra, njeriu në hipnozë mund manipulohet. Se ne mund të themi që dentisti mund ta bëj këtë për të mirën e pacientit. Tani këtë fuqi ka vetëm po hipnoza mund të bëj që njëri ta vësh në hipnozë dhe mund të bësh çdo gjë trupit atij dhe ai s'kupton asgjë. Dhe ka ndodhur kjo. Atëherë mund të përdoret edhe për keq. Ka njerëz që përfitojnë duke i bërë hipnozë të tjerëve. Ka qenë në Shqipëri kanë qenë. Ta trajtojnë trurin si AI, si ChatGPT. Ka ndodhur që shkonin gjap pacient, ata personë nuk janë këtu, ikën jashtë, por unë i di sepse kisha kontaktuar një kohë me ata dhe kuptova që ishte një mashtrim i madh. Çfarë bënim? Përpara meje i vinte në hipnozë. I vinte dorë mbi këtu, po ai nuk i vinte vetëm dorë, ai thoshte një formullë që unë nuk e dëgjoja dhe binte njeriu në tokë si i vdekur. Dhe me atë mund bëhet çfarë të duash ti. Dhe këputaj në moment vetëm nga ajo formula. Dhe nuk mund ngresh pa thënë ai përsëri formulën që ta ngrinte. Atëherë çfarë është hipnoza? Hipnoza është energji negative, diabolike që hyn në psiqikën tonë, në trurin tonë dhe lë njeriu në gjendje siç do, ose të manipulon. Je këtu, je atje. Pra, është diçka që kisha e lufton, sepse është diçka që manipulon njeriu. Po yshtja? Edhe yshtja është pjesë e magjisë. E njëjta gjë. Sepse yshtja është formulë magjike, por nuk është direkt duke i thënë demonëve që janë më ndihmoni ose zgjidhni problemin, por janë formula magjike, për shembull yshtja hedhja e kripës, hedhja e sheqerit, edhe që njerëzit i bëjnë duke i trashëguar këto nga paganizmi i lashtë, por janë formula magjike që duhet i mësosh dhe po ti bësh ndodh. Të ndihmojnë, të lehtësojnë. Patjetër. Unë e kam thënë edhe një herë tjetër
që dua ta them, sepse njerëzit duhet i mësojnë këto gjëra, si janë formula magjike ose yshtjet, i mësojmë nga njëri tjetri. Për shembull, një grua ju ankua gruas tjetër, shoqes vet, që burri i saj e keq trajtonte. Dhe i tha ajo, të mësojmë tha si burrin ta bësh pul në shtëpinë tënde. Që zakonisht disa gra që vuajnë nga egoizmi e kanë që e duan dhe këtë dhe gjejnë me këto formula, si të bësh burrin pul. Po, merr këtë kripën dhe hidhen në vatër dhe thuaj këto shprehje. E bëri ajo dhe ajo tregon vet që nga vatra dolën 2 buaj të zi, 2 demon dhe i thanë, jemi në shërbimin tënd, çfarë do që të bëjmë? Fatmirësisht ajo grua nuk e bëri atë, se ishte edhe besimtare, besimtare në një formim jo të saktë, por që nuk e bëri, iku me vrap dhe më në fund e rrëfeu atë si mëkat. Pra, këto janë realitete që nëse ti do hysh atje, do të shikosh që nuk janë thjesht filozofi, teori, janë realitete që ti edhe mund t'i shohësh dhe mund t'i prekësh. Që po të praktikohen, marrin fuqi thua. Patjetër. Dhe ku hyn atë vallë pastaj, ka garis sot apo? Po pse duhet pyetur. Se mund të ketë vajzë të tilla. Pse nuk supozohet i bëjmë këto, nëse janë gjëra që janë të faktueshme dhe po ti mund t'i bësh. Sot mund shiko. Pse i refuzon Zoti? Domethënë nëse sepse nuk janë lidhje me Zotin. Shiko, Zoti nuk bën spektakël te njeriu. Siç do të bëj demoni. Për shembull, siç janë këta magjistarët ose këta për të rrequr audiencë. Zoti nuk ka këtë njerëz. Një prind me fëmijën e vet nuk bën renga. Prindi me fëmijët e vet është i drejtë për drejtë dhe do që fëmin ta drejtojë dhe t'i mësoj moralin edhe ato çfarë duhet. Të qetë dhe të pastër dhe të lumtur. Kurse personi tjetër që kërkon të përfitojë nga fëmia bën dhe këto renga. Kështu e krahasojmë ne. Zoti për ne është një prind që kujdeset për qenie njerëzore dhe nuk merret me këto gjëra dhe Zoti nuk ka gjëra të fsheta. Zoti është i drejtë për drejtë. Lutjet që ne bëjmë në institucionin tonë kishtar janë lutje me zë që çdo kush i dëgjon, janë lutje në gjuhën që çdo kush e merr vesh, nuk ka formula të fsheta. Po tysh, në vendet okulte ose në fet okulte, të gjitha kanë formula të fsheta. Çfarë janë formulat e fsheta? Formula magjike. Tani këtë fuqinë për të bërë ekzorcizëm kush e ka? Këtë nuk e ka njeriu. Njeriu në formë pastrimi ekzorcizmi. Njeriu nuk mund largoj demonin, sepse demoni si qenie intelektuale është më e fortë se njeriu, sepse është qenie angjëllore e rënë. Demoni e lëron vetëm Zoti, kështu që në kish ekzorcizmat bëhen në emër të Krishtit, i cili e shkatroi, si them, fuqinë demoniake në kryq, sepse Krishti shtypi mëkatet. Fuqia e mëkatit është tek, si them, fuqia e djallit është tek mëkati. Atëherë, kur Krishti shlevi mëkatet, shfuqizoi mëkatet, humbi fuqia e djallit. E njëjta gjë përsëritet. Kur ne thresim Krishtin, kur ne përdorim kryqin e Krishtit. Ju e keni bërë këtë? E keni ushtruar? Unë jam prit, po klerikët po e bëjnë. Ka kisha, kështu shërbesa ekzorcizmi, po patjetër që i bën kundër njerëzve që janë të demonizuar ose kanë një ndikim diabolik që nuk i lërahat ose si them është konsistent. Po flasim për kryeqytetin apo zonat të tjera në shpi? E pa ndonjë rast të tillë? Po na thoi që kishe pa një rast. Po sa të duash, nuk kanë, kjo nuk është diçka e pazakontë. Për ne po. Për ne po se nuk kemi parë. Po shiko, kjo dhe mund të googullosh dhe mund të shikosh ka janë hedhur për shembull seanca të këtyre që thash ekzorcizmave, por nuk janë gjëra të bukura për t'i parë sepse aty reagon dhe djalli. Për shembull, djalli flet me zburi nga një grua, ose djalli ulëret, ose djalli tregon gjëra me zërin e asaj atij personis, atij ose asaj, gjëra që njerëzit i bëjnë, kështu që tregon që bota e padukshme është reale. Prandaj duhet pasur kujdes, sepse sot ka lloj një këshërie. Ky brez ka një këshëri për tyr në atë që është e fshehtë. Dhe mëson, dhe sot aksesimi është shumë i thjeshtë, shumë i lehtë. Por po hyre në atë valle, edhe po mësova ato formula si ajo gruaja aq thjeshta. Jo. Po hyre, hyn dhe nuk del dot, sepse çdo gjë ka kosto dhe duhet ta paguash atë. Dhe mallkimi ka kosto. Pra duhet kur ti thu një fjalë, vim te mallkimi bëhet, po si shlyhet mallkimi, do pendohesh, do rrëfehesh, që ta marri Krishti këtë mëkatin tënd të mallkimit dhe ta shlyj. Ndryshe pasaj ajo vazhdon. Meqense e përmendë pak, është shumë vërtet kjo që brezi i ri, Gen Z, Gen Alpha janë kthyer te bota shpirtërore. I tërheq gjithmonë më shumë dhe dëgjojmë edhe për njerëz që flasin sikur e kanë atë informacionin e mjaftueshëm edhe për paktet që mund të bëhen me djallin. Dhe gjithmonë njerëzit që janë shumë të suksesshëm edhe në vendin tonë, po edhe në botë, ne themi që ai ka firmosur një pakt me djallin, ja ka shitur shpirtin djallit. Kjo nuk është as kështu retorik, as kështu iskenime filmash, janë realitete të cilat ndodhin
fatkeqësisht. Pse ky brez kërkon të bëhet si them ortak me djallin, se është shumë egoist. Material. Do suksesin Shumë e shpejtë. materialist. Bravo. Do uni, do me unë jam, po që vetëm unë jam, thot Zoti. Ne nuk mund të themi unë jam, sepse ti je një krijesë e varur, si nga natyra, por dhe nga marrëdhënia shoqërore. Prandaj duhet bashkëpunosh. Por kur një njeri është shumë egoist, i kalcifikuar në veten e vet, e thot unë jam, ai kërkon me të gjitha format të arrijë atje dhe gënjen veten duke futur në këto ullira, duke futur dhe në fe që të mëson një energji impersonale që vjen nga universi etj, duke mësuar formula magjike, duke realizuar këto në jetën e vet, Po e bëjnë këtë. po bëjnë këtë dhe marrin benefitet në thonjza, por futen në këtë ullin që janë mashtruar nga djalli dhe në fillim e fitojnë karrierën, pastaj ata shkatrohen, deskritohen. Siç kemi raste që edhe figura shumë të mëdha publike, madje edhe botërore janë deskrituar, sepse djalli çfarë është? Djalli është një armik i cili është shumë dinak, ai në fillim duket sikur të shërben, pastaj do t'i shërbesh atij dhe I djalli ka një detyrohesh. qëllim që të humbi shpirtin dhe jetën. Pra unë thot të bëj tregtim me ty, thot, po kosto është shumë e madhe. Do vish me mua në ferr. Dhe ferri fillon që këtu në tokë. Njerëzit që merren me këto, vërtet mund të kenë një karrierë në politikë, në ekonomi, në arte, gjëra, por brenda vetes tyre ata janë në një ferr, sepse djalli ka poseduar psikikën e tyre, shëndetin e tyre, marrëdhënien e tyre dhe ku nuk janë të lumtur. Dhe e keqja është se ata që të marrin fuqi duhet shkojnë nga mëkati në mëkat. Prandaj edhe ajo çfarë pam tash von Epstein, ç'a ishte? Ishte një okultizëm. Një tuf Nuk ishte, kabalist. nuk ishte thjesht ishin disa njerëz që kishin probleme me pasionet, po ishin në okultizëm, pedofilia, vrasja e fëmijëve, përdhunimi, janë pjesë e okultizmit që do t'i bësh këto që të marrësh fuqi, që të kesh pushtet etj. E vetmja formë për të ruajtur pushtetin. Pak më herët me Kedin po përmendim një çik edhe tekstet e këngëve, muzika, si ndikon në këtë aspekt tek mallkimet? Mendoni që tekstet e këngëve janë një lloj sugjestioni emocional? Thamë që fjala bëhet, edhe do të tregoj edhe një kuriozitet. Në qiell, para se Eosfori të binte, për shkak të egoizmit të tij, sepse ai është qenia e parë që shpërtheu në egoizëm. Tha unë do bëhem si Perëndia, prandaj nuk qëndroi në vendin që caktoi Zoti dhe siç bie rufeja nga qielli, kështu ra dhe djalli nga parajsa, duke rrëzuar 1/3 e angjëve, që quhen angjë rebel. Ai ka qenë, sipas traditës, ka qenë formuluesi i muzikës qiellore. Do dini se angjët janë qenie muzikale ose ata këndojnë, sepse janë qenie të gëzuar në praninë e Zotit. Prandaj dhe ne në kish, Gjithë shqiptarët këndojnë. njerëz janë të lumtur këndojnë. Prandaj dhe në kish në i shërbes aty kemi me këngë, sepse i festojnë në praninë e Zotit. Dhe djalli këtë e përdor në të kundërt sepse muzika ka një ndikim të jashtëzakonshëm në psikikën, manipulon. E rrit shumë shpejt adrenalinën, por kur muzika, ritmi dhe fjalët pastaj bashkohen me njëra tjetrën, për shembull duhet dish që shumë grupe si Beatles, si këta heavy metal studiuan rritet magjike të vuduve në Afrikë. I morën ato Dhe shpërndajnë mesazhe sataniste. dhe bravo dhe përdorën ritmin AC/DC. që janë me ato rit, po AC/DC, djemtë antikrishti quhet AC/DC. Bërë të e bëm kështu, Të dua djall, është love djall. Mos e thuaj këtë me zë të lartë, të lutem. Po jo, kështu është. Dhe çfarë ndodh? Plus rjeshtave që ata fusin në këngë, japin mesazhe për vrasjen, për vetvrasjen, për drogën, për prostitucionin. Por ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë. Ne Jo, një minutë. minutë. Je vetëdijshëm kur ti i dëgjon. Edhe gjën Pra, subkonsciencë. Po ti e pëlqen dhe e riprodhon pastaj dhe Çfarë bëhet ajo ndodh? të Bravo, ju e preferuar. thatë, në subkonsciencë. Subkonsciencë është një bibliotekë që ne kemi në qenien tonë. Aty regjistrohen gjitha gjërat. Dhe çfarë ndodh? Aty shtrezëzohen. Çfarë bën djalli? Djalli e di që këtë informacion ti e ke marr diku dhe ai ta kthen përsëri në sipërfaqe. Kjo është arsyeja që njerëzit që bëjnë mëkat, ku nuk janë të lumtur, ata mund të jenë në një vend shumë bukur, në një ambient shumë okay, prap janë mërzitur. Dhe thua, po pse je mërzitur? Sepse mëkati tash që është në shtrezimin tënd, që është bërë diku në një vend tjetër, ai kthehet dhe ngrihet përsëri në psikikën tënde dhe del përpara teje dhe të prish gjithë atmosferën. Mëkati është një lloj helmi që ti e pi, ha ç'a duash, ai prap do të prishi gjithë. Nuk e shkarkon dot. Nuk e shkar pa nxjerr, po. pra e rrëfyer. Prandaj mëkati duhet rrëfyer dhe mëkati do shpagim. Dhe kemi edhe mesazhe të pavetëdijshme. Sot shkenca ka vërtet shkenca edhe kur them aparaturat bëjnë me mesazhe të pavetëdijshme që futen në ato tekstin e këngëve që ti i dëgjon në mënyrë pavetëdijshme.
Dhe ato mbeten në subconsciencë, janë për shembull mesazhe diabolike, ta adhuroj djallë ose diçka tjetër, Highway to hell. të fyten në subconsciencë dhe to regjistrojnë atje. Dhe ti pa kuptuar je lidhur me këtë forcë okulte pa ditur. Pra, jemi në zona shumë të errta që fatkeqësisht sot ky brez, i cili Po kërkon manipulohet edhe përmes muzikës. Bravo. Dhe të eksperimentoj në rrezik. Prandaj dhe kemi një brez kaq të shturur. Është shturur nga të gjitha aspektet dhe të sfazuar dhe nuk e din se ku po shkon. Por gjithçka do prodhoj një energji negative që do kosto. Ose do ta paguajmë ne dhe kosto e mëkatit kur kalon limitet paguhet me luftë. Prandaj edhe kemi një luftë që po kthehet luftë botërore, ose do ta paguaj Krishti nëse ne shkojmë te Krishti, se Krishti e pagoi. Por tash duhet të zgjedhim. O Krishtin avokatin dhe shpaguesin e mëkateve tona, ose do t'i mbajmë vetë, do t'i pagojmë me gjakun ton pastaj. Sepse mëkati shpaguhet me gjak. Ky është ligji. Po, u bë shumë e thellë dhe shumë e fortë si bisedë, se unë ndërkohë po pyesja për këngët. Po, vetë këngët janë të lidhura. Po, patjetër, ju vetë keni një këngëtar të preferuar? Jo, nuk un kam mbaruar artet figurative për skulpturë, pra jam artist, më pëlqen e bukura. Por nuk jam kështu, si them, te kënga nuk jam shumë. Pra mund të ketë një playlist që është e pastër edhe e sigurt për të dëgjuar. Ne për shembull në Kish kemi muzikën bizantine. Është muzika e kordave zanore, quhet muzika më e lartë sepse nuk ka instrumenta, po instrumentet janë kordat zanore. Quhet muzika më e lartë dhe nuk po themi që jemi të fiksuar vetëm te muzika bizantine. Muzika klasike është shumë e mirë. Dhe muzika e lehtë është shumë e mirë. Çështja shiko çfarë ritmi ka, sepse ritmi të manipulon, kur ai ritëm të nxjerr nga vetja, është një lloj tip droge, ose mesazhe që merr. Pra duhet shikosh ritmin dhe mesazhet. Nëse aty të nxjerrin nga vetja dhe t'japin mesazhe të cilat nuk janë interesin tënd, mos i dëgjoj. Kështu që dëgjoni vetëm Alban Skënderaj ose Ylli Jo, ka. Po ti bësh reklam sot duhet. Kanë këngë të mira vërtet, edhe të pashta edhe të bukura. Janë këngë të mira, po janë këngë që janë pjesë e problemeve tona shoqërore. Pra neve, shiko, jeta është shumë e bukur dhe jeta është shumë e shkurtër. Po shqyr që e tha dikush. Po shqyr. Jo, jeta është e bukur. Po shqyr. Jeta është e bukur. Se kanë ardhur ditë shumë të vështira. Ditët janë të vështira, por duket sikur jetojmë në kaos. Shiko, e drejtë. Vetë shqiptarët duket sikur jetojnë në kaos. Çështja është si e bëjmë ne jetën, si e bën jetën e jeton ti. E keqja është se ne nuk jetojmë për veten, ne jetojmë për tjerët. Kur ti jeton për tjerët, ti nuk jeton asnjëherë për veten tënde dhe jeta jote nuk është me jotja dhe pastaj ti nuk jeton më. Kjo është ajo që kemi dhe ne problem, një snobizëm i shoqërisë sonë. Ne jetojmë për tjerët, vishemi për tjerët, flasim për tjerët, luku për tjerët. Nuk dim të jetojmë thjesht edhe për veten tonë. Jeto për veten tënde. Po ti jetosh për vete dhe me Zotin, siç unë kam provuar dy jetët, dhe pa Zotin, edhe me Zotin. Po, ky ishte një detaj shumë i bukur që na e thatë para se të nisnim bisedën. Ju keni qenë ateist fillimisht, atëherë kur gjithë Shqipëria nuk besonte në asnjë fe. Unë kam lindur në 68-ën, 67-ën u prishën kishat dhe gjithë kultet fetare, kështu që kush më foli mua. Pastaj kopshi, çerdhja, shkolla edhe e larta ishin gjithë ateistë. Prindrit kanë qenë dakord me këtë? Prindrit ishin ata ateistë. Kurse kur unë u ktheva te hyjnorja dhe nuk u ktheva te hyjnorja në mënyrën kështu se desha të filozofoja. U ktheva te hyjnorja sepse isha në një kryq të jetës sime. Zakonisht Zoti njihet në fortunë. Ku ti je në mes të detit në kuptim figurativ dhe nuk ke më shpëtim nga vetja jote dhe nga të tjerët. Atë edhe ateisti më i madh rreth o Zot. Vërtetohet kjo. Patjetër. Edhe gjithë ateistët më të mëdhenj. Nuk jemi ateist si default. Ka ateist, ateisti është ateisti justifikon atë dëshirën për të bërë çfarë do ai. Prandaj thos s'ka Zot, se s'ka gjykatë, s'u mund të bëj çdo gjë. Shpreha që përdorin më shumë shqiptarët. O Zot. Varet pastaj, edhe kjo o Zot dhe kjo e ka një gabim kur përdoret vend e pa vend. Sepse nuk mund ta marrësh emrin Zotin e përgoj kot. Por un pastaj u bëra fetar dhe u bëra i krishterë ortodoks sepse kërkova shumë, vura mendje në punë dhe sot jam stacionuar në kishën ortodokse dhe besoj se kjo është e vërteta absolute që më liroi mua nga ajo jetë që ishte një jetë konfuze, instinktive, një jetë koti kur i thoni. Jo më thënë jeto me si të vi, por sot kam një qëllim. Unë di pse jetoj, çfarë qëllimi ka dhe ku dua të shkoj, sepse jeta ka një destinacion. Është udhtim. Po nëse ti nuk e ke gjetur, është gjesh shpejt atë. Nuk e gjetur stacionin, shkon mbetesh në Ullkryq pastaj. Çfarë jetë po bëjmë ne Kedi? Jetë koti apo jetë ploti? Unë besoj që Satani është njeriu, Satan, sa shtetani, po nuk është i ploti. Satani nuk mund të jetë njeriu, sepse njeriu është edhe i mirë dhe i keq, kurse Satani është vetëm i keq.
Ta kesh parasysh të, edhe mos të flasim më për ta, mund ta mbyllim me një bekim. Okej. Po, Mund të marrim një bekim nga ju. Shiko, mos kemi frikë për të folur për të keqen, në kuptimin që jo ta as të trembemi, po ta njohim, sepse kemi një armik fatkeqësisht të përbashkët, i cili thuhet është një shprehje biblike, vjen si një luan i tërbuar, ka i cili do që ndahet nga kopeja. Por, duke pasur këtë armik përbashkët dhe kaq konsistent dhe kaq të egër, duhet të kërkojmë Zotin. Prandaj Krishti thot një fjalë dhe kjo është një mesazh. Ejani tek mua. O njerëz të munduar me hallje me vojtje. Më hapni barrën, dhe barra më e madhe është mëkati. Mësoni nga mua se jam i butë dhe i porulur nga zemra. Pra, kërkoni Zotin dhe jeta do ndryshojë dhe do marrë kuptim dhe do keni një destinacion të qartë. Amen. Faleminderit shumë Miro. Kënaqësi që ju kishim të mbrëmje, në mendoja një herë dhe barra jon tani është ta mbyllim të program. Sigurisht duhet bëjmë edhe falenderimet e fundit. Smart Home Albania. Smart Home Albania sjell teknologjinë që ta bën jetën më të lehtë, kontrollon shtëpinë, vilën apo biznesin tënd nga telefoni kudo që je. Siguri, komoditet dhe stil në një prekje të vetme. Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Ta mbyllim për sot? Po ta mbyllim? Si thua? S'na ka ngel gjë tjetër? Jo, më duket se jo. Po mirë, po na patë ngel një gjë kështu, e them herën tjetër. Faleminderit shumë që na ndoqët. Takojmë të njëjtën.